Filloje ditën me një lugë mjalt. Zoti i madhëruar thot në Kur'an: Zoti yt i dha instinkt bletës. Ndërto shtëpi nëpër kodra, male, nëpër drunj dhe nëpër kulmet që ata, njerëzit, i ndërtojnë. Pastaj ha nga të gjitha llojet e frutave dhe futu nëpër rrugët e nënshtruara e të mësuara prej Zotit tënd. Nahl 68-69. Pejgamberi i Allahut, sallallahu alaihi wasallam, na ka porositur. U porosis 2 ilaçe, mjaltin dhe Kur'anin. Ibn Maxhe dhe Hakimi. Ka disa studime shkencore me mjaltin, të cilat janë bërë viteve të fundit. Studimin që e ka shkruar revista e mjekësisë britanike B&M kanë vërtetuar se lirohen nga këto vështirësi me ndihmën e mjaltit. Sipas hulumtimeve që ka kryer një revistë britanike për kirurgjinë për vitin 1988 për përdorimin e mjaltit në plagët e infektuara dhe të thatët, mbi të cilët antibiotikët nuk ndikojnë, mjalti është treguar si ilaç shumë efikas. Revista Australiane e Mjekësisë. Në nëntor të vitit 1988 ka publikuar studimin e hulumtuesve australian ku mjalti është përdorur si ilaç tek 15 pacientë të sëmur, të cilëve plagët u janë hapur pas lindjes me operacion cezarian. Këta hulumtues kanë vërejtur se përdorimi i mjaltit në plagë të hapura ka qenë efikas dhe i këndshëm për të sëmurët. Revista amerikane Infection, në vitin 1992, ka publikuar studimin për ndikimin e mjaltit mbi bakterjet që shkaktojnë ndezje në plagë pas operacionit. Është vërtetuar se mjalti natyral arrin ta ngulfasë rritjen e shumicës së bakterjeve dhe kërpudhave, për shkak të cilave lajmërohen ndezjet në ato plagë. Profesori Croft, në librin Honey Health, thot: Konsumimi i mjaltit të pastër, në rastin më të mirë, mund të sjellë rezultate të mrekullueshme.